do të subvencionojmë nënat leona me 250, lidhjen e parë dhe të dytë, të tretën 350. Kandidati që po pretendon ta marrë edhe një mandat i ka ndonë vetëm 100.000 euro për ndërtimin e asaj që më pëlqej që është shumë çesharake për një investim të tillë. Duhet të bëjmë të pamundshme që ta kemi edhe reportin e radiologjisë në komunën e Obiliqit. Për që këmë thënë kemi planifikuar që të vazhdojmë. Nëse donatori do të ketë problemin, ne do të vazhdojmë me ndërtu vetë kotën e 2 dhe 3 se me të vërtet ka nevojë. Pastaj e kemi mamografin për smundjet kancerogjene. E keni apo do ta bleni? E kena. Apo në ka zu çka keni me e bo, jo çka u bo. Në 4 vitet e ardhshme përveç katit tret, çka tjetër ka investime? A ka dikun tjetër investime në shëndetësi? Në laboratore të analizave do të investojmë. Edhe do të vazhdojmë me kontrollat që kemi pas deri me tani në nënat leona dhe fëmijët në moshën 3 vjeçare, me pastaj e kemi edhe çështjen e kontrollave për smundjet e rënda, do të bëjmë kontrollat sistematike për nxënësit në gjitha shkollat, do të subvencionojmë nënat leona me 250, lidhjen e parë dhe të dytë, të tretën 350 dhe... Që kjo që KMF me të pyet, a ka qasje për persona me aftësi kufizum? Po, ka qasje. Edhe WC për persona me aftësi kufizum? Po, ka edhe WC. Së shpejti do t'ju pyes edhe për objekte tjera që do t'i adaptoni, 2 minutat e to për shëndetësi, Halel. Për shëndetësi, kur jemi të shëndetësia, sinqerisht më janë keq shpej qytetarëve të komunës Obiliqit që KMF-ja në Obiliq është në atë gjendje që është sot, edhe po shihet qartë që kandidati që po pretendon ta marrë edhe një mandat i ka ndonë vetëm 100.000 euro për ndërtimin e asaj që KMF-ja që është shumë çesharake për një investim të tillë. Po pavarësisht unë duhet ta shpalos programin që ne e kemi për shëndetësinë e Obiliqit. Përfundimi dhe funksionalizimi i objektit të KMF-s që është shumë urgjent. Shërbime shëndetësore 100% falas për qytetarët e komunës së Obiliqit, funksionalizimi i AMF-ve në Dardhisht, Mazgjet dhe Grabovc, zgjatja orare të punës në QMF në Miloshev, si dhe shtimi i gamës së analiza, parandalimi i smundjeve malinje. Me të vërtetë, qytetarët e komunës së Obiliqit janë në nivel vendi me numrin më të madh të këtyre smundjeve, që ne duhet të bëjmë të pamundshme që ta kemi edhe reportin e radiologjisë në komunën e Obiliqit. Kjo sigurisht nuk varet prej komunës, por varet prej nivelit të lartë, pra prej qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, po unë si kryetari i komunës do të bëj të pamundshme që ta kemi raportin e radiologjisë në komunën e Obiliqit, se me të vërtetë është për të ardhur keq sa banor psojnë nga smundjet malinje.